Kjo ishte dhoma e vogël ku flinin 8 anëtarët e familjes Abazi. Përveç që nuk ishte e tyre, aty nuk gjindeshin as kushtet elementare për jetë. Si pasojë e kushteve të rënda, prindrit ua kishin ndërprerë shkollimin 5 fëmijëve të tyre. Jam këtu në mesin e familjarëve të familjes Abazi, cilët sot kanë hyrë në shtëpi të re, kena ardhur në konakun e ri mi vizitu edhe me fol me ta pas kalimit tyre nga shtëpia e vjetër në shtëpinë e re këtu në fshatin Pojat në Ferizaj. Pas raportimit të gazetës Ekspres për gjendjen e rëndë të kësaj familje, tani ajo gëzon shtëpinë e tyre të re, me 4 dhoma dhe 20 ari tokë, në fshatin Pojat të Ferizajt. Kjo pas ndihmave të shumta me të holla rreth 50.000 euro, ushqim e veshmbathje nga bashkëadhetarët anë kënd botës. Nga mjetet e mbledhura përveç tokës dhe shtëpisë, kjo familje ka blerë edhe të gjithë inventarin e nevojshëm, ashtu siç i ka hije një shtëpie të re. Krye familjari Çamil Abazi shpreh se kishte 2 arsye që mezi priste të përfundoj shtëpinë. E para që t'i strehoj fëmijët në një vend të sigurt, e gjithashtu nuk i pritej të vi dita kur nga shtëpia e re do t'i falenderonte të gjithë ata që e ndihmuan, e t'u tregoj se parat që i dërguan te kjo familje nuk janë keq përdorur. Pikë se pari si prind i familjes Abazi, i cili deri më sot kam jetuar në kushte të vështira. Unë jamën shumë emocionum dhe jamën pa koment në çfarë kushte kam jetuar dhe në çfarë kushte unë kam prunë vëllezër shqiptar në 4 anë të botës të cilët jetojnë. I përshëndes përzemërsisht të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar për familjen time dhe më kanë bërë një strehim për fëmijët e mi që më mos ta kem gale do të bjershi apo do të kenë buba, do të bine për ushqim. Të gjithë i kam këto letrat që më kanë dërguar parë, me emra nuk mund t'i përmeni, atë e din. Unë jam i gëzuar, domethënë edhe lotës me më pikëzimit. Vlorën e kishim lënë duke qartë pas vizitës së parë që e bëm në familjen Abazi. E kësaj here, ajo na priti duke buzëqeshur, pasi që tani Vlora ka dhomën e saj që e ndan me motra dhe ka një shtrat që e shfrytëzon veç vetë. Kjo është dhoma ime dhe kjo është shtrati im ku fle. Kjo është një mrekulli e vërtet për mua që më ka ndodhur tani. Kurse kam përjetuar këtë gjë për të ndërtuar një shtëpi të re. Ju falenderoj. Shkolla e fshatit gjendet vetëm 20 metra nga obori i shtëpisë, ndërsa prindrit thonë që tani të gjithë fëmijët e tyre do t'i kthehen bankave shkollore.